Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Po vazhdojmë tutje dhe ndëruar atje ku mbetëm me emrin Allahut Ash-Shafi. Dhe ajo që patëm mundësi me thënë brenda një ligjërate ishte vetëm një nga ndikimet e shumta që i ka ky emër dhe duhet të ketë në jetën tonë të përditshme. Andaj folëm për kuptimin e Allahut, kuptimin e emrit të Allahut Ash-Shafi dhe përmendëm se Allahu është i vetmi i cili sharon. Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili gjykon për shërimin e ndokujt. Edhe pse Allahu xhallahu ala për shërimin e njerëzve dhe kërkimin e shërimit dhe ruajtjen e shëndetit ka vendosur Allahu xhallahu ala ligje dhe mjete dhe mënyra të shumta që përmes tyre njerëzit e kërkojnë shërimin. Dhe përballë këtyre ligjeve dhe mjeteve njerëzit apo ne muslimanët kemi pozicione të ndryshme, varësisht nga situata dhe rrethonat, nganjëherë bëhet obligative kërkesa, e nganjëherë njeriu e ka një tolerim, do të thotë që nuk bëhet obligative, por që ai vendos në bazë të rrethonave të tij personale, duke mos rrezikuar asnjë nga ato katër kategori që i folëm në fillim. Në anën tjetër, e dyta që duhet të përmendim në lidhje me këtë çështje është vetë smundja si fenomen që njeriu ballafaqohet me të. Sot njerëzit do të shpenzojnë me të madhe dhe harxojnë me të madhe për të evituar smundjen, edhe nëse preken për të larguar ato. Dhe kjo është bën në mënyrë mekanike dhe rutine, pa menduar fare njerëzit se kjo smundja çka është. Apo në këtë shkenca sot është e mobilizuar në njohjen e barnave apo në diagnostifikimin e smundjeve të caktuara për të shëruar. Dhe kjo bëhet disi si symbyllazi, apo pa u ndal realisht tek fenomeni i smundje. Ky fenomen është me rëndësi me kuptu si ligji i Allahu xhallahu ala në natyrë, si ligji i Allahu xhallahu ala tek njerëzit. Është interesant smundja. Pse është interesant? Allahu xhallahu ala vëllazëruar kur e ka krijuar gjithësinë, kosmosin, natyrën, ka shpërndante me qindra mijëra, madje me miliona ligje që funksionojnë dhe janë të pandryshueshme që miliona ose qindra mijëra vjet që ka jetë kjo tokë. Kemi ligje të shumta, apo që ato janë të pandryshueshme. Dhe pandryshueshmëria e këtyre ligjeve është rahmeti i Allahut azza wa jall. Nga se po ndryshonin këto ligje, kohë pas kohe, nuk do të kishte jetë në tokë. Për shembull, Allahu xhallahu ala i ka jap karakter të posaçëm përbërjes së hekurit. Dhe njerëzit e kanë njohur këtë ligj për çka shërben hekuri. Paramendoj për shembull, sikur të ishte ligji i hekurit i ndryshueshëm. Për shembull, kur ti e përdor ndërtimin e shtëpisë tënde, apo ai është për të mbajtur shtëpinë. Por pas 2 vjetë, 3 vjetë, ai e ndryshon gjendjen e tij dhe shëndohet në pamuk. A kishte më qëndruar në shtëpi? A kishte më qëndruar në një rrugë apo në një urr? Kurrë. Por Allahu xhallahu ala gjendja e tij e statike, është ligji i Allahu xhallahu ala që hekuri mbetet gjithmonë i fuqishëm. Apo kjo mbetet gjithmonë kështu, ajo mbetet gjithmonë kështu. Dhe pandryshueshmëria e këtyre ligjeve ka lecuar dhe zhvillimin e shkencës. Se paramendoj për shembull, kishte më ndryshuar ligjet. Për shembull, sa zbulime sot janë ndërtuar ligje të caktuara kozmologjike që Allahu xhallahu ala i ka shpërndarë natyrë. Në bazë të këtij ligji ndodh kjo. Në bazë të këtij ligji kjo mbazë ligje. Dhe janë të pandryshueshme. Dhe pandryshueshmëria e ligjeve e ka pru shkencën. Nëse paramendojmë me pas nevojë shkencëtarët për shembull, ligji i gravitetit për shembull, që disa bjen penalti poshtë, që shumë kanë përfituar për kësaj, ai më ndryshuar çdo 30 vjet. Na nuk dim tash këtë vit, a kanë më rast senet penalti poshtë, a kanë më shku pi poshtë lart, nuk e dim. Tash po presim çfarë po bëhet. Sa sani kish më urënuar thon. Sa sani kish më u prish. Çfarë kuptim kemi pas zbulimet? Kur gjëç? E mos thonë po shumë zbulime tjera, apo që Allah i ka vënë ligje. Andaj ligji i Allahut është apo për shembull ligji i gravitetit. Me ra. Këtë kanë zbuluar njerëz shumë gjëra në këtë drejtim. Edhe rahat flemna, ky ligj i pandryshueshëm, kur nuk ndodhe kundërta në rrethona të normale.
Ose ligjet e tjera që, tash nuk është tema me folë për ligjet e fizikës, as kimisë, as shkencave tjera, por ligjet e pandëshueshme, që janë ligjet e Allahu xhallahu ala. Këto ligje dhe po duam të thonë stabiliteti dhe qëndrueshmëria e këtyre ligjeve është rahmeti i Allahut azza xhala. Ky Allah që e ka bërë këtë ligj, apo këto mira dhe këto miliona ligje të pandëshueshme, apo ligjin e shëndetit e ka bërë të ndryshueshëm. Për ne si njerëz, cila është më e rëndësishme? Të jetë stabil ligji i shëndetit apo ligji i gravitetit? Për neve si njerëz, më e rëndësishme është të mbetet stabil ligji i shëndetit. Ky mos më ndryshon kurrë. Ma mirë është hekër e provojmë vjet për vjet, veç kur mos mu, apo sa hekër me kon stabil, ama unë do të më provoj. Allahu xhallahu ala dy gjëra më të rëndësishme për njeriu i ka bëu jo stabile. Nëse këtë i ka bëu stabile, kjo është vallahi më menu gat. Pse? Që tu kur smenon. Përveç atje që Allah i ka mëshiruar. Sa ti ka bëu dy gjëra jo stabile, Allahu xhallahu ala, e që janë vendimtare për njerin. Shëndetin edhe rrezikun. Shëndetin e rrezikun, furnizimin. A është stabil gjithmonë ramja e shiut? Ja, nuk është stabil. Si vetë kemë thatësihet marramense, apo me konë që ligji i Allahut ose çdo vjet, apo në këtë kohë, në këtë vend bie sasi ligj, s'ki ça parashikon ti motën fare. Është ligj. A ka mujt Allah me bëj ligj që në muajin shtator me një shtator, ose me morëm me hijri, dhulkade, dhulhijja, rabiul awwal, çka do qoftë, në këtë muaj, apo 3 javë e para, gjithmonë bie sasi e caktuar e shiut në këtë vend, ligj. A ka mundsi kështu me kundër ligji? Po. E ka bërë dëshueshëm apo? Po, bie sasia e njëjtë e shiut në tokë, por jo të njëjtin vend, të njëjtën kohë apo? E ndryshon. Çaj ora që dedje kara, ka lshu shiun këtu, Allahu xhallahu ala ka lëviz. Nuk e ka vendosur si ligj me kon gjithmonë hise e jona ajo reaton. Ka on sot kimë shku me ujë dikun tjetër. Atje, lëvizë. E këta këtu kanë një ligj tjetër tash apo. Thatësinë kanë. Edhe shëndetin. E pse këtu i ka bëu Allahu xhallahu kështu? E ato të qëndrueshme që kanë rahmet. E këto të lëvizshme të janë rahmet. Këtu janë edhe më rahmet se qëndrueshme ato. Këtu janë edhe më rahmet se qëndrueshme. Pse? Nga se Allahu xhalla xhelaluhu njeriu në këtë botë nuk e ka pru që ai me konsideru këtë botë stacionet i të fundit, tjetan dhe tjetër hata. Qëndrueshmëria e këtyre dy ligjeve e haron Allahu xhalla xhelaluhu. Me kon qëndruesh me shëndetit dhe rreziku, shnash gjithë edhe me bollok me hungur, kush s'falet ato. Pas ata që Allah i ka udhëzuar dhe i ka mëshiruar. Rallher i bën Allah të ndryshojmë këto ligje për të ndryshuar gjendja jonë, nga se na jena të ndryshueshëm. Na mos me kon të ndryshueshëm, nuk ndryshon as gjendja e shëndetit as e rrezikut. Po për shkak se na lëvizim dhe ky ligj varësisht nga lëvizja jonë për të mirën tonë atë. Për shembull, ti je arsimtar me një shkollë, apo? Edhe aty në klasë e ki djalin tën, edhe ki kushërinë tën e ki tjerë. Një nxënësit, 2-3 nxënës nuk i dën. Pa drejtësisht nuk i dën, drejtësisht i dën së më rëndësia. Më rëndësisht si ki qef. E ata gjatë tën vitit, apo, bojnë gabime. Ti veç që o shkruan. As u thush keq keni bo, as nuk duhet, ndroni ka pak, mësoni ka kur i thush, veç që i shkruan ti, mon men. Kur vjen në fund, ja u qetë nesh. E pse? Po, këto se ki bo, këto e ki. E pse s'ka të zëshin, a me pa dit? S'ka me të kalzu, u do është i vetë. Dërsa tjetërit, apo që ki qef, mos më befasu në fund, ma çdo gabimi, gabim, zban, ndroje, apo, ndërmer masa, po në fund e tu përmirësu e mërë 5. Tash, ndajetit parit, ka qenë numrim dënimi, ndërsa ndaj këti dytit ka qenë numrim përmirësimi dhe shpërblimi. Cëllë është ma rahmet? Allahu xhallahu ala ti numëron, normal këtë veprat numërohen, mirë po, tërheqja e vërtetës kohë pas kohe, me ndryshimin e gjendjes shëndetësore dhe me ndryshimin e gjendjes materiale, është sinjal nga Allahu xhallahu ala, nuk je të shku mirë ndrejtë se nuk ta qet mirë atë. Munëm me heshtë për ballsoj, s'flasëm hiç, grajti, apo veç në fund vitit tani merr bajgit keq atë. Cila është më rahmet?
E dyta, thënë. E dyta është rahmet. Ndryshimi i gjendjes, ndryshimi i shëndetit. Prandaj shikoni subhanallahu, ka detale në Kur'an shumë të holla që ai lexojmë e kalojmë përmi to, po pejgamberi Allahu xhallahu ala ka njoftë Allahun shumë mirë ata. Ne përmendëm fillim vëllëruar tek Ibrahim alayhis salam. Apo kur ka fol Ibrahim për Allahun xhallahu ala ka thonë alladhi yut'imuni wa yasqin. Shikoj këtë mrekulli kuranore. Ka thonë ai është Zoti jam i cili më ushqen dhe më jep me pi. S'ka thonë kur të untona më jep ushqim, edhe kur të etem më jep me pi. S'ka thonë kështu. Pse? Nga se nuk i fajti që i uritun, as ki fajti që i shtuash. Apo? Uria dhe etja nuk janë pasoj e gjunohave. Për shembull, sa më i devotshëm më ngit. Jo, krejt edhe i devotshëm edhe mëkatare të dy partë janë të uritur. Nga se uria nuk është proces i shkaktuar për njeriut. Është natyrshmëri që Allahu xhallahu ala e ka mbjellë te njeri. Kur ka të shëndeti kanë i dha meritu, kur unë të smuna. S'ka dhon kur unë tuntona ai më ushqen. Jo, nga se uria dhe etja për ti është. Ai më ka kriju që shumë dopt, edhe ai e kryin këtë punë. Nërsa fe i dha meritu, kur unë të smuna, kur unë e prishë sistemin e balansimit apo duhet më marr pak shëndet, opet ai më ushqeron atë. Andaj merad smundjen, mungesën e rahatisë dhe shëndetit, Allahu xhallahu ala e ka kryer insanit. Ti e ke prish dikun, e tani ta munguim. Po opet na shërojmë. Fe i dha meritu, kur unë të smurëm, ai është që më shëron atë. Prandaj ky ligj i shëndetit nuk është stabil tek njeriu pikërisht për shkak të mos stabilitetit të vet njeriu në raport me Allahun xhallahu ala. E lëvizja e njeriu djathtë dhe majtas, duke mos e realizuar gjithmonë qëllimin për çka është kriju, e bën që të kthehet në binart e duhur përmes njerëz nga këto dy shkopin, ose mungesës në rrafshin material, ose mungesë në rrafshin shëndetësor. Kjo është rahmeti i Allahut azza wa jalla. Sa të dy këta ushtar të Allahut për edukimin e robëve fatkeqësisht, apo njerëz i kanë nxjerr tërësisht nga konteksti i tyre, pse Allah i ka sjellë. Sot thatësia absolutisht shumë pak flitet për të se është sebeb i gjunohave. Sebeb, këtë sebebit e mundshme janë, ama veç njeri me gjunohat e veta nuk o që shtu. Nërso, krejt tjera të janë, veç që kja është. Se këtë tjera që kja i ka shkaktu. Krejt thatësia në tokë, këtë problemet klimatike sot në botë që shkaktuan, është bima kesebet e i din nësë. Për shkak të asaj që kanë botë dur të njerëzve. Gjunohat e njerëzve. Ata e kanë botë këtë punë. Pastaja e është ka reflektu pastaj në mungesë të kësaj, e lëvizjeve të kësaj, e kështu me radhë, po. Shkencëtarët kanë zbuluar dhe ndëruar, bile para disa dite pa ta hasën këtë informat, se e kanë zbuluar një re, e cila bart aq shumë ujë në vetën e saj, e cila ka mundësi me mbush tokën 10 fish më shumë se oqeane që kanë tokë. Andaj nuk është thatësia pse u harxhu uji te Zoti apo. Uji ka, po i ka thonë rast mos shoni herë apo. Tek shumë çka po bojnë. Andaj përshita thatësia. Veç një re ka. Veç një re është apo, e cila vetë shkencëtar kjo e kanë zbuluar se ka çaq sasi të mëdha të ujit brenda saj që në qoftë se elshon çka ka, me ato matjet e tyre që i kanë, apo e mbush tokën 10 fish më shumë se krejt oqeanet në tokë çka janë ata. E përmbyt tokën, pas e ka përmbyt tokën një re që i ka rami popullin e Nuhit alayhis salam, krejt ja u ka bo, krejt e ka Allahu xhallahu ala. Thatësia nuk është mungesë e ujit, absolutisht uji ka gjithë, edhe bjen shi ball, po nuk bjen ku duhet. Nga se shi çdo vjet bjen në sasi të njëjta. Nuk e nal Allahu rrezikun to kur, ama pse si e çon këtij e çon atij, këtë din Allahu xhallahu ala. Prandaj ka në hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në rastet e Beni Israelve se një melajke Allahu e ka dërgu tek një njeri. Rrugës duke shku është ndarë dhe ka thonë, ku është ara e filonit? Ka thonë, është që atje, pëse që ka po duhet?
Thot Allahu më ka dërguar me urdhru çatra atje, me ujit atij arën atë. Ushtarët e Allahut janë këta ata. Këta janë ushtarët e Allahut xhalla xhelaluhu, apo sikurse do thot edhe shëndeti i njeriu dhe të gjithë sistemi imunitar që ka njeriu për me mbrojt prej smundjeve është ushtari i Allahut azza xhela. Prandaj ata që e studojnë mjekësinë dhe fatkeqësisht mjekët e kanë përmend vazhdimisht është dashur me qenë njerëz më të devotshëm, mas hoxhallarëve, atyre që e njohin ligjin e Allahut xhallahu ala sheriatik, këta është dashur me kon më të devotshëm për shkak se janë drejt për drejt në prekje me një nga mrekullitë më të mëdha që ka krijuar Allahu xhallahu xhelaluhu. Në çfarë mënyre funksionon trupi i njeriu është mahnitse. Apo sistemi mbrojtës i tij prej virusave dhe lufta që e bën me bakteret që sulmojnë trupin është marrëmendse, është komplet Ministria e Mbrojtjes, organizim hatashëm i madh që organizohen mrena qelizat e njeriu dhe rruzët e barrat e gjakut e kështu me radhë për ta luftuar çdo virus, çdo trup të panjohur trupin që sulmon si e mbron. Andaj Allah xhallahu i ka treguar njeriu se edhe për rrezik të ka dhënë se ka boll, që njëra sa shumë ka. Apo opet jeti thotë atë. Nuk është për shkak se mungon uji, por për shkak se ti ke ndryshuar. Apo edhe kur të shikon trupin e njeriu, e sheh sa i ka mjaft aftësi mbrojtëse për shumë smundje me rezistu, apo? Por ka herë sistemi mbrojtës dështon. Pse? Jo pse s'ka vendos Allah kapacitet mjaftueshëm për mbrojtje, jo për këtë arsye, por me tregu njeriu se duhet me të prej ka herë fan. Edhe e dyta për t'ia dëshmuar njeriu se i dop ti e jap. Nuk të kena jap ty, apo për shembull, nuk të kena jap ty qëndrueshmëri të shumëfisht që ti qëndrosh sulmeve apo rrezikeve të jashtme. Çka nuk kupton kjo? Që ndëruar njerëz sot për shembull. Kjo tavolinë që është vendosur. Çka shërben? Shërben me majt një telefon, nështë me majt një pajisje si kjo, dogota me vendosur kështu me radhë. Mirë. Në qoftë se ne e marrim peshën e gjërave që vendosin mbi tavolinë e që për to është bë tavolina. Apo. Dhe dëshirojmë tash me bëni krahasim mes peshës për çka u vendos dhe qëndrueshmërisë së tavolinës. Sa fish del tavolina më e qëndrueshme se ajo për çka është bë? Ndoshta me qindra fish më tepër atë. Apo kjo tavolinë nuk është bë me hyp njërin to. Mirë, po kanë mundësi ndoshta 3 njerëz me hyp, apo atë nuk i lëshon. A nuk u bë për ta. Kjo është bë për diçka me mojt gota, me bë diçka tjetër. Nëse e ma tash ato për çka është bërë dhe qëndrueshmërinë e saj, sheh shumë fish më qëndrueshme. Ndërsa nëse i ma trupat e jashtëm që rrezikojnë njeriu dhe mundsinë e qëndrueshmërisë së tij përballsoj, nuk është shumë fish ato. Ma adopto shumë ato. Mi ka thënë Allah njerëz se nikse shumë e thjeshtë, apo nuk mundesh me i përballu, nuk mundesh me i qëndru. Sistemi të përballon, reziston, por nuk është shumë fish i përgatitur ma fuqimisht se ajo që rrezikon. Për çfarë arsye? Sa për të jetuar ti të mjafton. Ndërsa shumë fishi e kërkon dikun tjetër. Se me bëmë ta jap se tavolinës apo prishesh atë. Shikoj se ka rregull, a ky rahmet me trujt për ty, a ka pas toka që Allah xhallahu ka bërë. A është dash me kun kaq e fort për mëojt njerëz? Për shembull, e ka marrë Allahu tokën me fuqi të qëndrueshmërisë për me marrë 3 miliard njerëz. Në qoftë se bëhen 6 miliard shafitë toka. A varet qëndrueshmëria e tokës nga popullimi i saj? Absolutisht nuk varet. Apo kur don me bëu diçka të fuqishme, e bën shumë të fuqishme. Kur don. Po kur e lën dikun një ndonjë dobësi, nuk është për shkak të dobësisë, por është për diçka tjetër që ne si musliman duhet me lezu shumë mirë atë. Andaj vëllai, smundja është një ushtar i Allahut azza xal, i dërguar të çdo individ për ta bërë një punë. Ai ka një mision, ai ka një detyrë. Përndryshe Allahu xhallahu ala është ash-shafi, ai ka pas mundësi me e kriju njeriu pas në smundje. Nga se në xhenet nuk ka smundje. Shkon njeriu në xhenet, kur shkon në xhenet, a ka smundje në xhenet? Kur nuk smush në xhenet. Kur as nuk din çka është smundja. Apo nuk din çka mos smund në xhenet. Pse? Pse nuk dvyn atje. Po çata. A ka ndonjëherë në xhenet thatësi
ose mungesë frytesh, furnizimi u vonu, apo depo të nçprast, shumë po hanin xhenet, apo e kena çprast, pritni pak një andodh kur vëllai. Megjithë se në xhenet kërkesat e konsumit janë shumë thjeshta më tepër se në dunjë. Edhe pronësia e një njeriu shumë më e madhe se në dunjë. Logjikisht është dashur më shpesh me pas kriza atje për konsum se këtu. Pse? Pse në xhenet një njeri është son 100 tuk. Para më son 100 tuk. Tu han një herë, atje edhe 100 herë më shumë han. Kështu, nëse është dashur me kon, nëse këtu është krizë për konsum, për ushqim, është krizë për popullim, atje është dashur me kon edhe më tepër. Po atje s'ka krizë, pse? Pse nuk duhet. Nuk i duhet me bëu tërbia të njerëzve nëse me e kthy rrugën e Allahut xhallahu ala ose me mundsu me fitu me smundje me dha s'ka nevojë. E ke kry provimin, ama këtu jem provim. Ti me veprat e tuaja je ai i cili e dëmton procesin e shëndetit edhe të furnizimit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se smundja është, sikur se përmenda, një ushtar i Allahut azza xal në tokë, i cili ka dy detyra. Detyra e parë është që njerëzve tua troket mendjen dhe njerëzit t'i zhvesh nga petku i hutis dhe i gabimi dhe i habis t'i kthen në rrugën e Allahut azza xal. Kjo është një. Dhe e dyta është roli i dytë i smundjes i këtij ushtari është që ti ngrit pozicionet e njerëzve të cilët në tempo janë ngadalshëm ngritje. Apo Allahu don me të pa më lart, por ti je të shku pak si ka dale. E dërgon një ushtrimet një mu Allah, shumë normale kjo punë. Shumë normale kjo punë. Para mëneti për shembull, në shtëpi je të ndërtu. Edhe e kërkuara është që ajo të përfundon para muajit shtator se fillojnë të rreshurat, për shembull. Edhe nëse nuk e përfundon para muajit shtator, kur fillojnë të rreshurat më dhaja, prishën ndërtimi. Edhe një që dën ty, thot bivet vetë, i thot këshivet vetë, që në burra një më njët ma shpejt me ndërshpin, se jam zërshio. Edhe ata vit një mujnë, një punë që ti vetë e kështë kry për 5 muj, me te e krym për 1 muj. Qaj që ti ka dërgu, atë ka dasht, keq me të boj, natë ta ka pas, e ti ka qenë 10 vit? Jo, Allah, a ti ka dasht, a jem mirë njës që të njerë që i ka qu do argat, me ta në gjitë dorën që 1 muj, një punë 5 mujore e ke kry për 1 muj, a e dim për njerë? E po qështu të dhe në gjenet, Allahu po që kjuru u bëjam, apo janë zënë shiju, është të ndrejti që ka në gjenet, po ka dalë shumë Allah, s'ka e ju, qështu që shpëjetësëm na, ymri, nuhit, alisam, na vyna, një me mune i sanë, 950 vjetë, qaja e qenë Allahu do argat, e qenë një smunje, apo, edhe veç njerë i didhët zemë nga Afrika për Allah Gjellewala, e shtynë Allah 200 vetë për para, veç me një ndjenë, me një dhikër të përjetimit, me një stakfirullah, apo se tash po i bën presion smunja, që se ka thonë që shtu në shëndetin e ti, e shtynë 300 vetë për para, andaj po të animon Allah Gjellewala. Për këtë arsye, nuk ka kuptim besimtarin sprova të shqetësohet, nuk ka kuptim që besimtarin smundje të ndihet i harruar, të ndihet i braktisur, të ndihet i dënuar. Përkundrazi, smundja është përkrahje që vije nga Allahu xhallahu ala me ndihmë rubën me ngrit atë. Por nëse ja ka dërguar sikur sa ai, ja ka thënë 10 argat minimum shtëpi. Ai thotë, "Lëna më në këtë shtëpi po, hajde se ti kam një orë tjetër, po për orë si kum thua, atë orë më nxon shiu zbot nomi." Apo anë konër që Allah ja qenë smundjen, e mëse me e përdor për me përshpejtuar ndërtimin, ata bujnë dikun tjetër. Atëherë kjo është keq përdrim. E për këtë është dënim smundja. Për këtë është dënim ky argat që Allah ja ka dërguar për mja përshpejtu ndërtimin që kërkohet prej tij me ndërtuar. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të dëshirojnë njerëzit e shëndosh ditën e gjykimit kur të shohin shpërblimin e madh që e marrin ata që janë smu, do të dëshirojnë që në këtë botë të jesh kput mishin nga ashtat, apo bil maqarid me krahër të qelikt, e ta marrin shpërblimin që ata e kanë marrë ata. Se opi madh, për këtë arsye, Allahu xhallahu ala na nuk duhet me dëshu smundjen larg asaj. Na duhet me kërkuar se na të dopt, na duhet me kërkuar shëndetin, na duhet me kërkuar mirëqenien, nga se neve kena bahajr.
Nuk duhet njëri me kërku sprovën, por në qoftë se Allahu ka përzgjedh me të dërgu, diçka një mungesë nesore, ku do qoftë aja? Në çfarë mënyrë është aja? Atëre prit të zemër hapur, apo dhe respektoje musafirin Allahu që ka dërguar te ti, ashtu sikur që ai don kur e ka dërguar te ti. Wallahi mos më qenë ndëruar kjo punë e mirë. Mos më qenë kjo përkrahje, spaku pejgambert nuk ishin smukur ata. Spaku këta ishin smukur. Mos më qenë smundja e kësaj natyre përkrahjes dhe e ngritjes së drejtave. Nuk kishin musmu pejgambert kur. Përkundazi, ata lërë që janë smu, por smundja e tyre ka qenë gjithmonë 2 fish më shumë dhe më vështirë dhe më rron se smundja e çdo kujt tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i ka dhim koka, dije se i ka dhim 2 fish më shumë se që i dhem çdo kujt pi tjerë vëllai. Nëse i ka dhim barku, i ka dhim 2 fish më shumë se që i dhem çdo kujt tjetër. A thu vallë, kjo është për dënim edhe për urrëti dhe për hidrim? Naudhu billah. Larg asaj që Allah më e dënu pejgamberin e tij. Por kjo është për ngritje drejtësh. Prandaj edhe kur i ka ardhur mundësia me zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo a don me mbet halal tok, ta mundsoj me jetu halal, t'ja po mjet sa dush. Apo don marr tek Allahu xhallahu ala që të ka ngrit lart. Fjalët e pejgamberit kanë qenë në fund, ka thonë beli rafiq al-a'la, ka thonë shoqërinë e nalt, mjaft më këto ata. As ka pas çfarë me fitu sevapa? As ka pas mos me fitu sevapa? Ja. Allahu xhallahu ala ka dyfishu, ja ka përshpejtu ato që ka kish me marr dikush pe neve ndoshta me mira vjet, ja ka mundsu Allah për një kohë të shkurt me marr dhe e ka marr tek vetja e tij. Prandaj smundja e ndëruar kështu duhet kuptuar. Sprova kështu duhet kuptuar. Besimtari kështu i lexon këto mesazhe. Besimtari kështu i lexon këto porosi. Kët ushtar të Allahu xhallahu ala kështu e lexon. Përndryshe, në anën tjetër thash smundja mundet me qenë me të vërtetë një sprov e rënd, një derë e keqe për njeriu i cili nuk e lexon kë sprov nga kjo derë, nga ky kuptim. Tjetër që duhet të them nga ndikimi i Imamit al-Shafi'i i ndëruar është që ajo që cekën fillim por duhet tash më gjithsesi ta përmendim, që ka të bëjë me të gjitha ato rrethonat që i ka kriju Allahu xhallahu ala për të mbetur njeriu i shëndosh, për të ruajtur njeriu shëndetin e tij. Sa janë këto ligje? E thash edhe më herët. Wallahi trupi i njeriu, Allahu thot wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në veten e juaj ka argument, a nuk jeni duke pa? Mjekët janë duke u mahnit vazhdimisht çdo ditë nga zbulimet e mëdha, e të shumta, e mahnitse, e të mrekullueshme që dalin nga trupi i njeriu, nga sistemi si funksionon. Madje nuk kanë arrit për shumë gjëra sot shkenca me gjithë përparimin që ka bë. Nuk kanë arrit ndëruar të japin shpjegime për shumë gjëra. Ata e kanë zbulu se kjo e bën këtë funksion. Mirë po, sekretin e kësaj, pse kjo se bën tjetra, nuk ka mundësi me vopta. Shumë ligje që Allah i ka vendosur në shëndetin e njeriu, apo ato janë me lejen e Allahut të manduar, ato janë shkaktare të këtij zhvillimi. Vallahi mos me kon këto ligje. Apo kur s'kish pas mundësi më zhvillu medicina deri në këtë mos. Absolutisht. Nga se lëkundshmëria e ligjeve bën pamundson njohjen e ilaçit. Andaj sot një njeri për shembull i cili e zbulon një ilaç në Kinë, a është ai ilaç adekuat për të njëjtën smundje për neve këtu në Kosovë? Po vallahi. Ligji i Allahut azza xhala. Apo se kjo bakteri ose kjo çita e ka, çiti let e ka, dhe kjo është në këtë botën. Me qenë që duhet për shembull, paramendon e për shembull ndruar, vetë që kemë kon. Çdo njeri tjetë specifik në përbajtjen e tij, specifik. Specifik i ka baktere, specifik i ka rruzë të kuqe, specifik, këtë i ka specifike. Ish dash ditë për ditë me zbulu, jo ditë për ditë, po çdo sekond me zbulu kanë ilaç për çdo njeri. Nëse për shembull bëhet fjalë për ndonjë smundje të caktuar, apo dhe janë smundë 10 vjet në shtrat, 10 vjet në spital. Mos me qenë ligji i Allahu xhallahu ala stabil në këtë drejtim, ish dash për çdo person individualisht me zbulu ilaçin që i përshtatet trupit të tij, dhe i përshtatet bakterisë që ka godit apo i përshtatet smundjes së tij. A do të kishte zhvillim? Kur vallahi. Kush e ka bë që ky njeri, subhanallahu, i ka bë Allahu xhallahu ala njerëzit në disa aspekte individual të pakrahasueshme me tjerët,
ndërsa në disa aspekte i ka bërë të njëjtë me tjerët apo. Në pamjen e jashtme, a jemi sikur tjerët? S'ka njëri mbot që ke si tjetri. Apo? El musawwir, ai që ka pamjen të tjerëve, ai që u ndryshon pamjen të tjerëve, ka bërë të posaçëm. Apo këto vijat e gishtreve i ka bërë të posaçme me miliarda njerëz nga Ademi alayhi salam deri në ditën e fundit subhanallahu, këtë kush të vjen të posaçme i ka shenjat e gishtra apo. Kur kush i ka të njëjta, që sa është e vogël Allahu, fotën çfarë është kompjuteri, sun të jap miliarda kombinime kjo Allahu. Sun të jap. Të jap me qindra, mijëra, kombinime, po sun jap me miliard, pa numër kombinimesh, që s'është një kombinim i posaçëm për ty. Ti e ke shenjën tonë identifikuese, e ti e ke tonë identifikuese apo. Madje shkencëtar kanë zbuluar se edhe njeriu e ka një erë të posaçme të trupit dallon prej tjetër. Kurse ka erën e posaçme të trupit të tij. Që ata edhe kanë zbuluar se qeni tani e një erën aty që e ka njoft. Me kon era e njëjtë e njerëzve, han qenin njërin e pafajshëm. Që ata e përdorin qenin i cili me miliona herë e ka më të zhvilluar shqisën në natës e njëri apo. Me miliona herë e ka më të zhvilluar, më një përgjithësi se njeriu apo. Kush ja zhvilloi këtë hunën, e ty ta mund të thëj që kaq më, kush bën dallime? Allahu xhallahu ala. Këtu ka bë dallime. Këtu dallime janë për të na identifikuar. Dallimet janë dobin ton. Të njëjta dallimet me qenë, tek ajo përbërja që ceka na bëjnë dëm apo. Shikoj subhanallahu sa bukur Allahu xhallahu ala ka ditë ku me pas dallime, apo dhe ku përfundojnë këto dallime dhe fillojnë pastaj unifikimet, jemi të njëjtë në disa aspekte. Dhe aty ku jemi të njëjtë është për rahmetin ndaj neve. Nga se paramendo sikur të thash, me ndryshua edhe diçka, për shembull përbërja e mushknive ose përbërja e mëlçisë me ndryshu çu pandron edhe fytyra jon. Gjithkusht ka të posaçme formën dhe përbërjen e mëlçisë. Çka më bën mjek këtë vëllai? S'kem pa mundsi, para për çdo defekt mëlçi duhet ekstra zbulim, ekstra studim, ekstra lumtim për zonjëri. Që s'ban aja. Jo, ata një mëlçi e kanë studiu. Çaja bën për miliarda njerëz apo. Ata një bakteri e kanë studiu. Çaja dhe ajo luftohet me këtë mënyrë, apo me këto kombinime luftohet. Kanë dën botë, deni emul qiyam e godet që bakteri që çdo të thotë. Këtu e ka bërë stabil. S'ka dallime këto. Ka se këtu rahmeti, ndërsa në pamë ka bërë dallime. A nuk është kjo? Kjo është e shafi. Kjo është e shafi ai i cili ka ofruar ilaçin për njerëzit i cili është adekuat për të gjithë. Pa dallime, ndërsa atje ku ka bërë dallime, ato padyshim se janë në interes të njeriu. Prandaj këtu janë zbulime, këtu janë gjëra që Allahu xhallahu i ka shpërndar në natyrë, në mes njerëzve, për çfarë arsye? Që njerëzit i kthejnë Allahu xhallahu ala, për ta kuptuar fuqinë Allahu te bareka taala, sa është i dobët njeriu. Në anën tjetër, edhe ato që kanë arritur shkencëtar me zbulu, gjithashtu është se njeriu aq është i dobët në disa aspekte, apo madje edhe jo vetëm njeriu, por shkencëtar kanë zbuluar dhe ndëruar se edhe vetë toka, si tokë që na mban neve si njerëz, aq është në pozicion të paqëndrueshëm, aq është në pozicion të rrezikshëm, saqë njëri nga shkencëtarët e njohur musliman të kësaj kohe, i njohur ndërkombëtarisht me zbulimet e tij dhe me të arriturit e tij, thonë të me një rast, po ta dini t'ju, se në çfarë pozicioni të paqëndrueshëm rrin toka, gjumi natën që merr ata. Tu dëshi të veç çisora. Për me tregu Allahu xhallahu ala se apo është veç çisora, po e mund dikush ata. Ka mujt ata më bën me stabile, me shtylla, me pa shtylla, apo është shtylla të fotos, po e ka ikë shtyllat komplet, e ka ikë ato komplet, e ka qit në tetik, apo edhe s'bjen. Sa termeti rrezikon njërin për punë, apo vetëm me menus flet kur, apo flan rahat njëri, ka kush i lëviz ato po. Me ditë ti, apo sa i rrezikumi sa bakteria të cilët për rreth, edhe nuk smurresh për tyne, nuk mundesh buk me hungra ato. A dini kanë zbuluar shkencëtarët se sa qeriza kancerogjene futen tek njeriu me miliona, por nuk janë aktive. Nuk janë aktive. Dikush rrin gati aty mbrana në sistemin e njeriu të brendshëm, i rrin gati i mund kontroll ato. Që mos të aktivizohen, i përcjell gjendën e tyre apo aktivizohet, nëse një aktivizohet, alarmon më një herë. Sistem hatashëm i madh. Kjo është e shafi. Ai i cili e ruan shëndetin e njeriu, për treguar se në qoftë se veç një moment, në qoftë se veç një çast Allahu të lën në veten tonë pa e shafi, pa që më shëndetin, wallahi s'ka smundje mboç që s'bjen aftë. Shikoni tash këtë farë smundjen e fundit të ai që kanë zbulu, apo kjo është mungesë imuniteti. Veç e ka imunitetin. Një smundje më e vogël për zonë apo. Apo? Flanë rahat njëri. Ka mujt ata më bën me stabilile, me shtylla, me pa shtylla, apo
Kur veç imunitet s'ka. E ka ek imunitetin, sistemi mbrojtës nuk e kimo apo. Që unë po të ekim mbrojtjen, apo hajtë mbrojt për vetë tash apo. A ka mund si më mbrojt? Virusi më i thjesht, bakteria më e thjesht, pe gjynzën, pe myt, që ky është njëri fort që thotë unë e kum bë, unë jam që ky. Kush je ti apo? Apo prandaj Allahu xhalla xhelalu është ash-shafi ai cili e ruan shëndetin e njeriu. Wallahi me ditë njeriu se sa thash, apo veç në durët e tij, sa mund mbledhen mikrobe, bakteria, kish mojt duhet gjithmonë shumë larg apo. Sa kish mujt. Me ditë në për ushqime çka ka, të kish gërdit jetë Allahu. As që mujt ujë me pijat, kush i monga apo. I ka ek Allah gjitha këto gjëra nga mendja e njeriu, hash lir, pesh lir apo është e shafi ai që kujdes për shëndetin tonë apo. Ne kjo duhet që të na bën me të vërtet nga ata që e njohim Allahun kështu që të na shtohet dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala, dhe të na shtohet kujdesi për obligimet ndaj tij dhe për ruajtjen e kufive të tij e kështu me radhë. Sikurse e ka bënë Ibn Qayyim rahimullah. Fëmia që është në barkun e nonës, kush kujdes për shëndetin e tij? Kush ka mundsi? Ai zhvillohet në periudhë caktuar apo i dalin gishtat ose zgjatën durt ose i dalin syt ose kush këto shëndet me bë me koni smut nuk zhvillohet. Apo do të ai ka shëndet andaj zhvillohet. E kush jap shëndetin e nevojshëm për të zhvilluar ç'është duhet? Edhe sa duhet, edhe kur duhet, kush? Ash-Shafi. Allah ai është që kujdeset. Ka se sa për nonën e për babën apo që e kanë fëmijët tyne, ai më ti i shkoni harrum apo. Më ti i shkoni harrum. Madje në qoftë se i marrim nonat që kanë lind ose burrat, qitet bashkëtorë për i marrim, këtë që kanë fëmijë. Edhe i marrim i bim në provim. Ju keni fëmijë apo ose dikush që pret me pas fëmijë. Edhe ja bëna një pyetësor për 10 pyetjeve. Ju lutem përgjigjuni në pyetjet vijuese apo më. Si krijohet fëmiu në mitën e gruas? Si zhvillohet? Kur i dalin këto? Kur i dash me dal buza? Edhe kur i dash me dal veshi? E kur i dash kjo më zhvillu? Apo dhe si i dash kë 10 pyetje? Apo mjek, ndoshta s'kishte ndonjë përgjigje apo. Mjek, apo të profileve të tjera, disa detajë s'kishte ndonjë përgjigje. Elemo e qysh ti këtu ka ndodhur të ti s'po dina? Kush pra e ka ditë ç'është më bë? Allahu te barekuhu teala. Ai është që është kujdes, apo edhe ai thot Allahu xhallahu ala huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ai është që ju ka nxjerr nga barqet e nënëve të juaja. Ai ju ka nxjerr. Ai ju ka mësuar ç'është keni medal. Ku dinte ç'është keni medal Allah. Ai të ka mësuar kur dil ç'ka kemi bë. Ai të ka mësuar. Huwa alladhi ai ju ka nxjerr nga barqet e nënëve të juaja la ta'lamuna shay'a. Ju jeni kon tabula rasa. Kur s'keni zero. Kur gjë s'ke ditë kur e dal. Çka ke ditë? Kush të ka mësuar apo me marr frym? Kush të ka mësuar me thith gjirën e nënës tënde se kjo është ushqimi? Kush të ka mësuar? Kush të ka mësuar me flajt? Kush të ka mësuar? Ash-Shafi. Ai që është kujdes për shëndetin tënd edhe kur e kon brenda dhe kur e dal. E ton ky kujdes që Allah ka bërë për njeriu në aspektin e jashtëm fizik, e që nuk është qëllimi i krijimit. Nuk na ka pru Allahun këtë botë me thith oksigjen. As na ka pru këtë botë me kondishnosh si topi. As na ka pru këtë botë Allahu xhallahu ala, s'na ka pru për këtë. Për atë që nuk na ka sjell në këtë botë sa është kujdes. E sa është kujdesi i Allahut për ato që na ka pru këtë botë? Për çka na ka pru këtë botë? Për ta adhuruar Allahun xhallahu ala. Në qoftë se kësi kujdesi me kujdes trun shëndetin tën. A thua sa është kujdes për adhurimin tën? Sa është kujdes për shëndetin shpirtëror tënd? Sa është kujdes për shëndetin e zemrës tënde? Në kuptimin fetar, në kuptimin e imanit. Sa është kujdes i madh? Prandaj Ash-Shafi nuk është veç ai që kujdes për shëndetin ton fizik apo dhe në kuptim medicinal. Por për te kësaj, kujdesi i Allahut për shëndetin ton, shëndetin e besimit është më i madh se sa ai fizik apo. Prandaj kush prezanton version më të përkryer shëndetësor për besimin, për mos me e prek asnjë lloj e shirkut, se sa kujdeset Kur'ani. Tregomni. Shirku është virus, e prek besimin, e han. Virus, bakteria. Njëjtë.
Sikur se ajo që e rrok, lukë dhe mëlqinë e zemrën, çfarë ton jetë, kjo majzi është. Allahu do më tregu se në qoftë që jam kujdes kaq shumë sa sistemi mbrojtësi e ki për një virus e sa, po ai njëti sistemet mbrojtëse nga viruset e shirkut. Se këtu ka kujdes më të madh. A njëti Allahun e shafi si shërues, apo a një kur bëhet fjalë për smundje të zemrës, hasedi, zilia, a nuk ka virusa? A nuk ka bakteria? Wallahi shumë më e keq se mira bakteria tjera që të rrokin. Kjo bakteri është flisht e dytë, zilia. Vetë pëlqimi me tive të nëhoj, aso është bakteria, aso smundje kjo? A nuk e rënën kjo sistemi shëndetësor të brendshëm të besimit? Wallahi e rënën, edhe të mërshëm e rënën. E këtu a jem duke i konsultu mjek që është duhet pra? A ti e thamë, obligim e ki, vajgjib e ki me shku të mjeku, në që se rrezikohet kush? Shëndet të të e jetë në obligim pa e kryja, po, me shku të mjeku. E mirë, a është obligative pra për shëndet tjetër me shku të mjeku ku duhet? Kër rrezikohet shëndeti i besimit, sa njerë smurën, apo, vëllaj e kanë kaplu virusat e hasedit, edhe nuk shkën të mjeku. Madje shpallën mjek vetë-vetën atë. Diju në që shmushnosh. Nuk e bën këtë me smunën ma thjesht që e rokë në aspektin fizik. Me herë të mjeku, madje mjeku më i mirë, madje sa pare duhet, keq ka duhet, veç mos të më dhamë. Janë do mikrobe që godicin zemrën, apo ato nështë nuk bojnë dhimbje kështu me strëngu fort. Jo, veç, kur të strëngën ajo, tani është bajag i keq. Strëngimi i së është ma i keq se çdo strëngim tjetër. Sa pagun ti për si mjek? Ha? Sa jenë gjeni me i pyte, me i kërku, sa? Fatë këtë që shumë pak, apëtën. Shumë pak, apëtën. Wallahi, shumë pak. Që rrallë vjen në njëri, apo, edhe të mjekt e kërkuar, edhe të dur, kërkën terapi për hased. Edhe në gënë që ka, mas një vjen kontrol o petë, apo mërë, s'ka këse sen, apëtën. Të rrallë e në shumë, apëtën. E merë një adith, e merë një sen, ma dje e te i kalon mjek i vetë shpallur, e ka godit vetë pëlqimin nga të në antë, e ka godit lakmia nga gjitha antë, të virusa, është rreziku shëndeti i imanit, vallaj ma i keq, shumë ma i keq, se 10-100 smundje fizike me të rrugë kapëtë. Në qofë se njeriu në këtë botë, për shembull po them kushtimisht, s'ka pas shumë ditë lumë të rëndë rafshën shëndetësor, gjithë më nuk konë smut, mirë po hinë gjennet. Nga se e ka pas shëndet në besimit garantum. Qa ka hub këj njëri? Qka ka hub? Kurgjë s'ka hub. Wallahi, kurgjë hit s'ka hub. Edhe nëse i ka me të zhik diqka që ka hub, apo veç një shikim gjenet ja kompenzon keq që ka hub. Harran keq që ka hub. Nësa aj që u koni shnur si topi, për jash kur dhim s'ka pas. Mashallah, të aktiv, kur si ka dhim kurgjë. Mirë po zemën e ka pas plët, bakterje, virusa, të zilis, e të lakmis, e Allah në rëndështë, të shirkut, e të vërshimit të epshit në vetën e ti, edhe karnu si mas mirë në dunja, a dash me dek, e u hi në gjehnem, ka të zëmë në që këni që ka fitu, kur gjë heqë vëllabë. Pra ndaj, Allah o thot, wa nunezzilu minel Kur'ani ma hua shifaun, wa rahmetun lil mu'minin. Në zbrisim Kur'anin, atë i cili është shifa, s'ka thonë Allahu ilaq, po ka thënë Allahu shërim. Kjo është shërim. Kur'ani është shërim i sigurt, i 100%, për të gjitha smundje që vuajmë ne për to. Ndërsa, Kur'ani është i specializuar, apo Kur'ani është i specializuar për smundjet e zemrës. Apo? Po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dikujt i ka dhënë kryt, në shtëpi, ja ka qit dorën, ja ka knusur në falek edhe nas. Edhe këtu ishin me lenin Allah të mënduar apo. Edhe këtu. Edhe smundjet e kancerit përdoret rukja për to optën. Kurani, bashkë me barnët e tjerë, zbashku, pësa Kurani sot ilaqa? Mirë po, a dënë në ato që është i specializuar për to? Hasedin, si të dëmë hasedi që tja Kuranin, me lene Allah Gjallahu Ala, është ngaje, ta hekë si me dora, lakmin, zilin, urrejtjen, këto është, për qëta Allah e ka që, s'ka tjetër, ilaci i vetëm për të smuni është kjo, andaj, kër lutim Allah një shafi, o ti që shëran, hek ma gripin e, hek ma këgdhimin, hek ma këta, po, para kësoj thuj, o shëruës i zamrave, ma shërë zamrën pe i kibrit, me mendjemalsis, ma shërë zamrën pe i zilis, ma shërë zamrën pe i lakmis, ma shërë gjuhën pe i përgojimit, kejtë të smunje të shumë të që na kam përfshi,
lut në atë që e ka shërimin dorë dhe përdoreni ilaçin e tij që e ka dërguar për të shëruar, e që është fjala e tij apo. Fjala e Allahut azza xal. Kurani është shifa, është ilaç. Wallahi ky Kur'an i dërguar ka shëruar me lenë Allahut njerëz që s'ka pas smundje prish që si ka rroka atë. I ka bën njerëzit më të mirë, I ka bën njerëzit më të dashur, më dëvërm të Allahut azza xal. Pse? Nga se ai ka elemente të tilla, përbërja e tij është e tillë për me shëruar atë. Prandaj ta përdorim Kur'anin për shërimin e zemrave tona, për shërimin e sjelljes tona, për shërimin e veprave tona, të metave tona. Këtë çka kemi, ta përdorim ilaçin që e ka dërguar kush? Shërimin që e ka dërguar ai që shërimi është në dorën e tij. Për çfarë e ka dërguar Allahu Kur'anin? Prandaj e shafi gjithashtu është ta kuptojmë se nuk ka vetëm për smundjet e brendshme edhe ose të jashtme, po më fizike, por edhe për ato, edhe më tepër ato që kanë të bëjnë me smundje që e rrezikojnë shëndetin e imanit, e rrezikojnë shëndetin e besimit, e këto janë më të rrezikshme dhe me pasojë më të rënda për neve se të gjitha smundjet e tjera. Andaj ky është ash-Shafi. Andaj Allahun e los me këtë emër ash-Shafi, që t'i shëron Allahu të gjithë të smurët e muslimanëve. Allahu t'ua lehtëson dhimbjet e tyre dhe atyre që janë plagosur, kudo qoftë që janë plagos, Allahu plagët e tyre t'ua lehtëson dhe t'ua mundson që të kurohen dhe shërohen sa më shpejt. Sikur se lutë Allahu xhallahu ala që smundjet tona të zemrës, çfarë do qoftë ato që po na pengojnë me u lidh me Allahun dhe me u dash me zveti, Allahu na shërof me tyne. Nga smundja e kibrit, nga smundja e zilis, e lakmis, e gjitha smundjet e tjera Allahu na shëroft. Shërem, sikur se ka thënë pejgamberi, shifan la yughadiru saqaman. Shërem që nuk kthehet me smundje më kurr. Një herë shëron e shafi, kur nuk smuesh më aftë. Kur nuk ka problem smundje. Andaj Allahu i çrrënjos të smundje të këqija nga vetja dhe nga familjet tona dhe na bëvë nga ata që janë të afërt me Allahun xhallahu ala dhe të dashur mes vetë. Allahu ju shpëlbej për vëmendjen dhe sabrin. Me kaq po japim fund sot. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.